Përkeqësohet gjendja nga vërshimet edhe në Dragash. Gjendja e krijuar nga vërshimet po vazhdon të përkeqësohet në disa komuna të Kosovës si pasojë të rreshjeve të vazhdueshme të shiut që nuk janë dalur ditëve të fundit. Situata paraqitet shqetësuese pasi në shumë zona po rrezikohet infrastruktura rrugore, pronat e qytetarëve si dhe siguria e tyre. Përveç komunave që tashmë janë prekur nga vërshimet, probleme serioze janë shfaqur edhe në komunën e Dragashit. Në fshatin Kuk, gjendja është alarmante pasi lumi i këtij fshati rrezikon të dalë sërish nga shtrati i tij. Sipas banorëve, niveli i ujit është rritur ndjeshëm dhe rreziku është më i madh pikërisht në zonën ku kanë ndodhur vërshime dhe para një viti e gjysmë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Autoritetet lokale janë në gatishmëri dhe po monitorojnë situatën, ndërkohë që qytetarët shprehin shqetësim për përsëritjen e skenarit të kaluar. Rreshtet e vazhdueshme po e vështirësojnë edhe më tej situatën, ndërsa institucionet përgjegjëse u bëjnë thirrjeve banorëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e organeve kompetente. Situata nga vërshimet mbetet e paqëndrueshme në mbar vendin dhe pritet që orët dhe ditët në vazhdim të jenë vendimtare për menaxhimin e kësaj situate emergjente.